Ju po bëni një ligj i cili bazohet tek improvizimet e Edi Ramës, se kujt do t'i japi lejen dhe kujt s'do t'i japi lejen. Unë duke qenë dhe i fushës së ndërtimit, jo më kot zgjodha të mos ju drejtoj pyetje, sepse në konstatimin tim me gjithë respektin për ju, unë mendoj se qasja e qeverisë për të përfshirë në planifikimin dhe zhvillimin e territorit, le të themi IKMT-n dhe Ministrinë e Brendshme është një qasje totalisht e garbuar, sepse me drejt ju folët për një urgjencë sa i përket ndërtimeve pa leje, për shkak se janë të përhapura kudo, megjithatë ende të flasin për një urgjencë, a thua se jemi të pushtuar nga hordhit e huaja, apo se këta shqiptarët që kanë të pamundur për të kontrolluar instinktin e tyre për të ndërtuar pa leje, është jo normale. Këtu ka të bëj kryesisht me fajin që ka qeveria. Atëre, si do ishte zgjidhja ideale? Zgjidhja që përdor gjithë bota. E parë do ishte hartimi i një plani urbanistik për të gjithë Shqipërinë. Për Tiranën e kemi sa për sy e faqe, sa për të thënë që kemi, po që ka hapësira aty për të abuzuar të pafundme, që në momentin që është hartuar një plan urbanistik, atëre është thjesht roli i bashkive që të japin leje sipas planit urbanistik. S'ka se të jetë vetë kryeministri, drejtuesi i KKT-us që jep lejet. Do mjaftonte që bashkia t'i bazoj planit urbanistik. Mëtej, roli i projektuesit do ishte ai që kontrollon, le të themi, zbatimin e punimeve konform lejes së marrë, sipas planit urbanistik. Dhe në qoftë se do të devijohej nga leja e ndërtimit, atëherë projektuesi mund të bllokonte më njëherë punimet dhe si thua barra për ta prishur atë ndërtimin pa leje do ishte atij që e ka ndërtuar. Ndërkohë, këtu kemi 35 vjet që ndërtohet pa leje dhe me drejt ju përmend vitin 2005 se kemi 21 vjet që funksionon ende ligji i legalizimeve. Do të thotë se këtu ka një problem të madh. Do të thotë se vazhdon të ndërtohet pa leje. Çfarë bën qeveria? Show mediatik, propagandë. Vendos dinamitin për të hedhur në erë ndërtimet e njerëzve. Ju përmendet deterrent, po deterrent nuk janë as gjobat, as inspektorët, as fatdromat, as dinamiti. Deterrenti do ishte ekzistenca një plani urbanistik që qytetarit shqiptar ja bën të qartë se ku mund të ndërtoj dhe ku s'mund të ndërtoj. Dhe aty ku mund të ndërtoj, me çfarë kriteresh do duhet të ndërtoj. Se ku do kaloj infrastruktura rrugore, infrastruktura energjisë, infrastruktura e ujit e me radhë. Dhe e gjitha kjo është lënë qëllimisht në errësirë. Sepse lejet i jep kryeministri sipas favoreve që u bën njerëzve që ka afër tij, ndërkohë që për popullin e thjeshtë e vetmja mundësi ngelet ndërtimi pa leje me shpresën e legalizimit të mëpasshëm. Banorët ndërkohë ankohen se u merret toka pa shpronësim. Pse? Sepse nuk ka një plan urbanistik që të thotë këtu do kaloj rruga, këtu do ndërtohet shkolla dhe këtu do jetë prona private. Rrjedhimisht duke si thua shpronësuar pronarët me çmime të drejta. Këtu zotërin nuk ka plan urbanistik dhe rrjedhimisht nuk ka ndërgjegjësim të qytetarëve shqiptarë. Në gjithë botën, askush nuk vendos një tull pa leje. Pse? Sepse ka rregulla të qarta. Dhe për këtu s'ka nevojë të përfshihet as Ministria e Brendshme, as policia, as dinamiti, as fatdroma. Mjafton ligji, mjafton njerëzit e fushës. Ju po bëni një ligj i cili bazohet tek improvizimet e Edi Ramës, se kujt do t'i japi lejen dhe kujt s'do t'i japi lejen. Prandaj jemi në këtë situatë ku jemi.